Kanë nxjerrë Imam Bukhariu dhe Imam Muslimi nga Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu an. Dëgjoj këtë hadith dhe shikoje cili personalitet bëhet fjalë dhe çka e ka mësuar pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam. Dhe sa ka vlerë istighfari te Allahu xhel xelalu. Sikur që e përmend në ligjëratën e kaluar se Nuhi alayhi salatu wassalam i ka këshilluar popullin e vet me u kthi istighfarit, se istighfari shpëton prej shumë prej punëve. Kanë nxjerrë Imam Bukhariu nga Abdullah ibn Amri dhe Imam Muslimi se pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam një ditë prej ditëve është taku me Abu Bakr as-Siddiqun dhe ja ka drejtu një pyetje Abu Bakr as-Siddiqu. Abu Bakr as-Siddiqu o gjenetlia i dytë i këtij ummetit. Ki parasysh, gjenetlia i dytë pas Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Çai ka thënë Abu Bakri, ka thënë ja Rasulullah, po du me më mësuni dua që ta baj namazin tem. Po du ti mu prak ma special shumë një dua ta baj namazin tem. Kush pe vet? Abu Bakr as-Siddiqu. Kush pi përgjigjet? Muhammed Mustafa ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dhe zakonisht njerëzit kur i lexojnë këto hadithe dhe dietarët gjithashtu presin se ka më ardhur diçka e madhe, ka më ardhur diçka e jashtëzakonshme, ka më ardhur diçka pejgamberi ka mi kallzuar Abu Bekrit, çka se ka kallzuar kurkujna. Dhe dietarët çfarë thonë? Nëse e çmontojmë këtë duajën që ka dhënë pejgamberi Abu Bakr as-Siddiqut, është krejt istighfar. Krejt istighfar. Pra njeriu mendon se kam ia dhënë diçka e cila ati do të jetë privilegj, por ja ka dhënë, ajo ka qenë privilegj për ta, por nëse e merr dhe analizon, ajo ka qenë një diçka e cila na ka kallzuar Allahu në Kur'an, po pejgamberi e ka thurr duajën në një formë pak më stolisur dhe më të bukur. Çka i ka thënë pejgamberi alayhis salatu wasallam? Çka më thanë Abu Bekri dhe kush po lutet? Një njeri i cili e zbrazi shpinë e vetë pi sadakajës, deri sa i tha pejgamberi alayhis salatu wasallam, ja Eba Bekr, o Eba Bekr, a ju ke lanë mërë diçka familjes tane? Kitë parë di pas ke pru këtu. Çka i tha Abu Bakr as-Siddiqu? Tha po ja Rasul Allah, ja u kum lanë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ka shpras kitë parë të shtëpisë që i ka pas, kitë malli e ka dërzu Muhammed Mustafa sallallahu ka thënë na merre. Edhe Allahu xhelal ka zbrit ajete i cili e parën me zan pozitën të Allahu xhelalu dhe e ka zanat pozit radiallahu anhu e ardha. Çka i ka thonë pejgamberi sallam? I ka thonë o Abu Bekr, thuj kështu: Allahumma inni zalamtu nafsi dhulman kathira. Thuaj o Allah, unë i kum bë zullum vetes shumë. Ana këti kena bë zullum vetes shumë. Po pse pi thotë Abu Bekrit? Se edhe Abu Bekri o rob, edhe Abu Bekri o njeri, edhe Abu Bekri ka nevojë me fal Allahu xhelle xhelaluhu. Tha thuaj o Allah, unë kum bë zullum vetes shumë. Wala yaghfiru dhunuba illa anta. E gjunat sun mi fal kur kush përveç teje. Kush ti fal gjunat? As Gjebraili sun ti fal, as Muhamedi alayhis salam sun ti fal. A na i merr në menja neve dë njëherë se na i fal njeri? Gjibraili sun ti fal, Muhamedi alayhis salam sun ti fal, Maliki, kujdestari xhenemit sun ti fal. Dhe neve na mashtron shejtani se e kam babën hoxh, vavin hoxh, djalën e miqës hoxh. Palavra. E kam dostin hoxh. Të janë palavra. Këto janë me na fri shejtani dhe me lujt me neve, lusmin Allahun na ban serioz ja Rabbel Alamin. Tha pejgamberi alayhis salatu wassalam, thuaj o Abu Bekr, gjunat nuk i falo Allah s'kush përveç teje. Faghfirli maghfiratan min indik. Ma fal me një të fal me prej anës tane. Ma fal me një të fal me prej anës tane dhe më mëshira, sepse me të vërtet je ai i cili fal gjunahe edhe je i mëshirshëm. Kjo është istighfari të ndëruar xhamatli. Sayyidul istighfar, më i miri istighfar, çka e përmendi pejgamberi. Dhe tjetra, sayyidun nas, njerit më të mirë çka e ka pas pejgamberi, ja ka mësu duajën. Çka i ka thonë? Këtë duajën merre, analizoje. Çka del aty? Falem. Pra këtë Islami ka ardhur me na fal Allahu xhelel xhelalu. Andaj na falemi për me na fal. Andaj edhe thojna mu fal. Me fal namazin. Për çfarë falim?
Me na falë Allahu xhelel xhelalu. Me na falë Allahu te bareke ve teala. Pse japim zeqat? Me na falë Allahu xhelel xhelalu. Pse agjerojnë Allahu na mundsot me mri Ramazanin? Për çfarë agjerojmë? Me na falë Allahu xhelel xhelalu. Pse shkojmë në haxh? A shkojmë për biznes? A shkojmë për fotografi? A shkojmë për me u incizu atje? Jo, shkojna për me na falë Allahu xhelel xhelalu. Leni këto çka bojnë foto, leni këto çka janë dallëdis pas fotografive. Atje shkohet me çu durt ka Allahu xhelel xhelalu, thon ja rab gjunat falmi. Ka thënë alayhi salatu selam, haxhi pranuar o xheneti Allahu xhelel wala. Endi të na çka u ka bë? Haxhi dhe umre e pranuar, Facebook popularitet. Allahu na fal, ja rabbel alamin. Elusmi Allahu xhelel xhelalu që Zoti on te bareke ve teala të gjitha gjunat tona Allahu t'i fal. Ku kemi gabue me qëllim dhe pa qëllim, Allahu me rahmetin e vetë na mëshiron. Elusmi Allahu te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu gjunahët tona me dije dhe pa dije, publik dhe privat, Allahu të gjithat na i fal ja rabbel alamin. Ti ban gjuhët tona të lagura me istighfar. Ti ban Allahu xhelel xhelalu ballët tona të përgatuara vetëm për sejdë ndaj Allahu te bareke ve teala. Ta ban trupin ton Allahu te bareke ve teala rob për Allahun xhelel xhelalu. Elusmi Allahun te bareke ve teala që Zoti on xhelel xhelalu na ban të dashur rrugën e Muhammed Mustafajës alayhi salatu vesselam.